Merrni lakër të kuqe dhe e përdorni në këtë mënyrë, nuk do të vuani kurrë nga këto nënt probleme. Lakra e kuqe është një nga perimet më të mira që mund të shtoni në dietën tuaj. I thonë lakra e kuqe, por në të vërtetë ngjyra e saj është një vjollcë e thellë e ndezur, shija e të cilës të befason qellëzën. Lakra e kuqe është pjesë e tryezave tona, jo vetëm për festa. Nëse mendoni se lakra e kuqe me lakrën e bardhë ndryshojnë vetëm nga ngjyra, para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ta dini se gabojeni rënd. Lakra e kuqe është nga ato perime e cila është e shijshme kur hahet e gjallë ose e gatuar. Lakra e kuqe mund të hahet në sallata kur gatuhet në avull ose të përzihet me një pjatë me perime të tjera. Fibrat që gjenden te lakra e kuqe njihen për punën e shkëlqyer në parandalimin e konstipacionit dhe rregullimin e sistemit të tretjes. Më e suksesshme gjithashtu është edhe përfshirja e saj në dietën tuaj në mënyrë të rregullt. Lakra e kuqe është një nga produktet më të mira ushqyese. Lakra është një ushqim i pasur me vitamina, minerale, të cilat janë aleate të mëdha për shëndetin dhe organizmin tonë në tërësi. Ekspertët citojnë se përfshirja e lakrës së kuqe rregullisht në dietën tuaj mund të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e një sër komplikacionesh. Sipas Healthline, përfshirja e lakrës së kuqe në dietën tuaj do të ofrojë lëndë ushqyese të rëndësishme të cilat do të mbrojnë organizmin dhe do të mbajnë larg komplikacionet. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i lakrës së kuqe. Edhe pse përmban pak kalori, lakra e kuqe përmban gjithashtu një sër elementësh mirë mbreslënës të lëndëve ushqyese, duke lehtësuar kështu edhe komplikacionet e tyre. Një filxhan me lakër të kuqe të coptëzuar të papërpunuar do të përmbajë këto lëndë ushqyese: 28 kalori, 1 gram protein, 7 gram karbohidrate, 2 gram fiber, vitaminë C, K, B6, vitaminën A, kalium, tiamin dhe riboflavin. Lakra e kuqe është një burim shumë i mirë i antioksidantëve. Lakra e kuqe gjithashtu është një produkt dhe një burim i shkëlqyer i antioksidantëve dhe përbërësve të tjerë të dobishëm, të cilët do të mbrojnë kundër dëmtimit të qelizave. Antioksidantët e saj përfshirë vitaminën C, karotenoidët dhe antioksidantët si flavonoidët, antocianina dhe elementë të tjerë janë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Ullëtimet sugjerojnë se nivelet të larta të antioksidantëve në lakrën e purpurt janë 4.5 herë më të lartë se ato që gjenden në varietetin e tyre të gjelbër. Gjithashtu janë një burim i mirë i sulforafanit, një përbërës shumë i pasur me squfur që formohet gjithashtu kur lakra e papërpunuar coptëzohet ose shtypet. Sulforafani ka veti antiinflamatore. Lakra e kuqe është një zgjidhje shumë e mirë kundër inflamacioneve. Lakra e kuqe mund të luftojë inflamacionet të cilat besohet se kontribuojnë shumë kundër sëmundjeve. Është interesante se aplikimi i gjetheve të lakrës së kuqe gjithashtu mund të reduktojë inflamacionet. Për shembull, të rriturit me artritë, të cilët mbështjellin gjunjët me gjethet e lakrës, një herë mirë raportojnë se ndihen dukshëm më të lehtësuar me përdorimet e tyre, citon Healthline. Lakra e kuqe ka efekte pozitive gjithashtu edhe në shëndetin e zemrës. Lakra e kuqe përmban edhe elementë të dobishëm për shëndetin kardiovaskular. Kjo mund të jetë për shkak të përmbajtjes së antioksidantëve, të cilët janë antioksidantë si flavonoidët, të cilat i japin asaj edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit kardiovaskular, citon Step to Health. Gjithashtu, marrja më e lartë e antocianinës mund të shoqërohet gjithashtu edhe me një presion të ulët të gjakut dhe një risk më të ulët të zhvillimit të sëmundjeve në zemër. Lakra e kuqe përmban 36 lloje të antocianinave, gjë që e bën atë një burim të shkëlqyer të këtij produkti që përmirëson kështu edhe shëndetin tuaj të zemrës. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj, atëherë përfshini lakrën e kuqe rregullisht në dietën tuaj të rregullt ushqyese. Lakra e kuqe është një produkt pozitiv i cili i bën mirë edhe shëndetit tuaj të kockave.
Lakra e kuqe përmban disa lëndë ushqyese të mira për kocka duke përfshirë këtu vitaminën C, vitaminën K, si dhe sasi të vogla të kalciumit, manganit dhe të zinkut. Për shembull, një filxhan me lakër të kuqe përmban rreth 56% të nevojës ditore për vitaminën C, e cila luan një rol të mirë në forcimin e kockave dhe ndihmon gjithashtu edhe në mbrojtjen e qelizave nga dëmtime të ndryshme. Lakra e kuqe është e pasur me vitaminën K1, duke ofruar më shumë element ushqyes edhe gjithashtu të mbrojtjes së nyjeve. Përfshirja e lakrës në dietën tuaj mund të cilësohet si një element i mirë për të rritur përfitimet e trupit dhe për të mbajtur gjithashtu larg edhe komplikacionet e saj. Përfshirja e lakrës së kuqe në mënyrë të rregullt në dietën tuaj ushqyese mundet të rregullojë edhe sistemin tuaj imunitar. Lakra e kuqe përmban vitaminën C, si vitaminën K dhe elementë mineraleve thelbësore. Vitamina C vepron si një antioksidues i fuqishëm duke luftuar kështu edhe inflamacionet, infeksionet duke mbajtur trupin akoma dhe më të shëndetshëm. Shëndeti i zorrëve do të përmirësohet me përfshirjen e lakrës së kuqe rregullisht në dietën tuaj. Fibrat e patreqme që gjenden te lakra e kuqe ndihmojnë në funksionin e duhur të sistemit të tretjes për të parandaluar kështu edhe problemet tuaja të kapsllëkut. Lëngu i saj mban sistemin tretës edhe më të shëndetshëm dhe mban larg gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Lëngu i lakrës së kuqe mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë e trupit kundër inflamacioneve. Lakra e kuqe përmban fitonutrientë të cilët janë përbërës natyrale antiinflamator. Është një zgjidhje shumë e mirë natyrale dhe kundër inflamacioneve, ndaj edhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e lakrave në dietën tuaj, sidomos duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ato bartin për organizmin. Lëngu i lakrës së kuqe është një element pozitiv i organizmit tuaj edhe në luftën kundër problemeve kronike, duke ndihmuar organizmin të qëndrojë më i shëndetshëm dhe duke mbajtur larg edhe komplikacionet e tij. Përfshirja e lëngut të lakrës së kuqe ose lakrën e kuqe ashtu siç është në dietën tuaj, do të keni një sër elementësh pozitiv në rritjen e vlerave të trupit. Gjithashtu, sipas të dhënave, kjo bimë mund të ofrojë shumë përfitime për mbrojtjen e organizmit. Lakra e kuqe mund të jetë një zgjidhje efektive edhe në ndihmën kundër qelizave të KQI-ja, duke rritur vlerat e trupit. Sa më e errët jetë ngjyra e lakrës, aq më i lartë do të jetë numri gjithashtu i antioksidantëve të saj. Kjo do të thotë se trupi furnizohet gjithashtu edhe me molekula të fuqishme të cilat ndihmojnë dhe luftojnë kundër radikaleve të lira. Ndaj përfshirja e lakrës në dietën tuaj mund të jetë një element pozitiv në luftën kundër problemit të radikaleve të lira në organizëm. Gjithashtu, sytë e tu mund të përfitojnë më shumë nga konsumi i lakrës së kuqe. Ka kaq shumë lëndë ushqyese te lakra e kuqe sa që do ta keni pjesë të pandarë të dietës suaj, duke ditur edhe rëndësinë e madhe që do t'i jap ajo për shëndetin tuaj të syve, citon Elthiside. Gjithashtu ajo përmban vitaminën A dhe lloje të ndryshme të antioksidantëve që mbrojnë kornen dhe gjithashtu shtresën e qelizave të ndjeshme ndaj dritës në pjesën e prapme të syrit, duke ofruar kështu një mbrojtje më të mirë të shëndetit të syve edhe në betejën kundër komplikacioneve të tyre. Lakra mund të ofrojë përfitime të mira gjithashtu edhe për sistemin tuaj imunitar. Ekspertët këshillojnë konsumin e lakrës së kuqe si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Gjithçka që duhet të keni parasysh është sasia e konsumit të saj. Mos e teproni dhe kështu do të keni edhe një sistem imunitar më të shëndetshëm. Të keni një sistem imunitar më të shëndetshëm dhe më të fortë do të thotë të jeni të mbrojtur gjithashtu edhe kundër komplikacioneve që i kanosen trupit tuaj. Një gjë e tillë mund të arrihet fare lehtë me konsumin e lakrës në dietën e rregullt dhe mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve, citon Elthiside. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.